Ne tash në studio kemi edhe një student, në fakt një të ri, i cili ka ardhur sepse studimet i ka përfundu deri më tash. Bëhet fjalë për Armen Brahimit, që është pjesëmarrës nga Norvegjia dhe po ashtu një përfaqësues nga organizata Germen, e që është Joana Bejtullahu, është bashkë drejtore në fakt e organizatës Germen. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi. Knasësi shumë që ju kemi këto edhe knasësi për me folë për një program, për një projekt që po vazhdon tash e disa vjetë dhe po mundohet me i kthy të rinj në rojnë të tyre ose të paktën me u njoftu. Po besoja është kjo qëllimi, Johan. Po, kjo është viti 4 që po implementohet programi original. Si vjetë do të sjellim 123 në Kosovë dhe në Shqipëri. Plani është po ashtu që gjatë muajit nëntor të zgjerohemi edhe në Maqedoninë e Veriut. Veç sa po flasim tani, e kemi grupin e parë të të rinjve, sot është dita e tretë që ata i kanë aktivitetet të ndryshme në komunën e Prishtinës, kurse më pas do të vazhdojmë edhe në komunat e tjera në Kosovë për një javë, kurse java tjetër do të na gjejë në Shqipëri, duke vizituar vendet ndryshme historike, kulturore, duke takuar persona cilët kanë lënë gjurmë në historinë tonë, ata do të takojnë fizikisht, kanë mundësi me i bë pyetje për çysh kanë mbrinë në karrierën e tyre, cila kanë qenë sfida duke jetuar edhe vepruar në vend, edhe të njëjtën kohë gjatë këtij udhëtimi do të ketë edhe aktivitete rekreative, sportive. Po jemi mundu që dhe gjatë këtyre aktivitetet sportive të mos jenë veç sportive, po të kemi të ftuar edhe sportistë të ndryshëm, cilë kanë krijuar karrierë brenda vendit edhe që do ta shpjegojnë këtë me pjesëmarrësit që i kemi në program. Atëherë, je njëri prej pjesëmarrësve në këtë program, çu njoftove me së pari me organizatën, pastaj edhe me programin, a na tregon? Kom pat interes me mësuar ma shumë për kulturën e identitetin tim, se jem pjesë e diasporës, jem fëmijë e diasporës, jem i rritur në Norvegji, kom mësu për kulturën e historinë në Norvegjisë, por ama kom pat për në dëshirë me mësua la ma shumë për identitetin e shqiptarëve, se ajo ka shumë domethënie për mu. Për atë hina nëse të lexoj pak libra, kom lexuar libër shembull Broken April, për Ismail Kadarin, kom lexuar High Albania, për Eddie Durham. Çdo libra më kanë mësu shumë për kulturën, ama kom mëngu kontekst. Edhe këtë kontekstin kom hinë në për Instagram, në për internet, në kom shiku pak, edhe e gjeta organizatën Gjermingo. Organizata Gjermingo kishin shkruar shumë në për internet në për original programin, edhe thash me që aplikim. Dhe pastaj, aplikuat? Dhe pastaj aplikova... Po, me qënë se ke konkuru, se ke apliku me qënë pjesë e procesi. Po, kom që një aplikim edhe kom patë intervju. Basë ndinë me kanë pejt në adin që aji e generat e pare, generat e ditë, diasporës. Edhe kanë ndesh me mësua ma shumë për mune, edhe duhen me të shiku qëllimin që pse po vi, pse po duhet kjo program. Dhe është hera e parë do të thotë që je pjesë e original e këtij programi. Çush po duken, çush ishin këto 3 ditë? Shumë mirë, kritë jenë të interesuar me njoftu njërin tjetrin, jenë kritë në me një qëllim që është në njëjtën për si callin. Kina edhe qëllime ndryshe, po ma ina kritë interesuar dhe ingashuar me mësua la ma shumë për kulturën, historian tonë. A ka të tjerë cilët kanë ardhur prej Norvegjisë? Që ndoshta ke njoftë shqiptar tjerë? Vetëm unë, ama ka edhe një tjetër për Suedije, do me thonë mirë në vjashtë në gjuhë tona, svedjanxë në norvegjisht jenë shumë të njëjtë, kuptohen, për ama është interesant me njoftu shqiptarë që jenë për shtete shumë të larkë, që nuk jenë në Evropë, shembull për Amerike, këto jenë insan që njerë që jetojnë jeta total ndryshe për mu, por ama prap jena të lidhur me kulturë, me histori, kina bëna shumë shaka, bëna shumë humore, që vetëm një shqiptarët i kuptuana. Paka shumë, po qëllimi i tërë është i njëjtë, edhe në fakt kur vinë këto në Kosovë, ishin 25 vendet të ndryshme të botës prej ku po vinë. A është rrit numri apo më duket?
Po, si vjetë më thënë kemi pas numër rekord të aplikimeve fillimisht. Mandej, që shë përmendje dhe Armiri, kanë shku në për intervista, kanë shku në për disa procese për me u përgjedh. Mundohemi shumë që me pas persona cilë nuk e kanë eksperiencen e Kosovës dhe Shqipërisë, që veç kanë dëgju se kanë lexuar libra, por nuk e kanë këtë eksperiencen që i ofron programi origjinal. Pjesëmarrësit i kemi nga vendet ndryshme, dhe më thënë Evropa gjithsesi, po kemi edhe nga Amerika, nga Kanada, nga Australia, si vjetë për herë të parë kemi disa aplikantë cilë kanë shfaq interesin me ardhe dhe me vizitu vendin, kështu që veç se po rritet edhe ajo që ka është ma e mira se na gjithi pyesim se nga ke marë informata për programin, është ajo vetë pjesëmarrësit cilë kanë marrë pjesë në program, i sheh që i ftojnë shokët e vetë, shoqët e vetë, atë afërmit e tëne për me apliku për shkak të eksperiencës që kanë marrë, kjo është nështë për neve shumë e mirë. Në anën tjetër, janë disa persona, sepse tash që përmend është viti 4, të për neve është shumë rëndësishme që me paj për cilëm gjatë gjithë kohës, çka ka ndodhur me pjesëmarrësit cilë kanë qenë prej vitit parë prezent. Edhe aty kemi raste ku ka njerëz që nuk kanë qenë fare në Kosovë, që nuk e kanë pa Kosovën asnjëherë si mundësi që mujnë më ardhe dhe me jetu këtë, e mas programit kemi individ cilët janë kthy qoftë për verës, për me punu gjatë verës këtu, apo qoftë janë angazhuar për institucione të ndryshme në Kosovë që me ardhe dhe me jetu, që nuk ka qenë ma herët si opsion për ta. Ndështë prind ende i kanë atje, familjen e kanë atje, veç ata kanë ardhë. Edhe po e provojnë qysh është me jetu në Kosovë, sepse e kanë pas veç të spjegume paka shumë, tash po e provojnë realisht që, okej, po më ishna me jetu, po. E kemi pas edhe në një intervistë të kaluar një djalë të ri, i cili pra ka ardhur për herë të parë në Kosovë, pavarësisht që ka qenë pas për pushime, nuk ishte ardhur në Kosovë dhe ishte hera e parë që edhe kishte lënë shumë bresa, na ka tregu dhe për programin, e që është ndoshta shumë i kënaqur. Çka kanë bërë gjatë këtyre 3 ditëve? Qysh është itinerari i ditëve, apo mundoni me vizitu objekte, me shku në kampuse universitare, apo është diçka edhe më e lirshme? Qysh janë të udhëzuar në fakt tash studentët? Programi është për 2 javë, kështu gjatë gjithë këtyre 2 javëve agenda është shumë e ngjeshur dhe gjithçka menaxhohet për organizatës Germen. Domethënë pjesëmarrësit vinë në Prishtinë dhe kur e përfundojnë ikin nga Tirana. Po gjatë gjithë këtyre ditëve agenda është e përpiluar nga ne. Ditët e para, 2 ditë e para kanë qenë më shumë me njohje njëri tjetrin. Edhe gjitha aktivitetet kanë pas të bëjnë me njohjen e njëri tjetrit, qoftë me punëtori të ndryshme brenda sallave, po qoftë edhe në aktivitete rekreative në gërmije kështu. Prej sot fillojnë vizitat në për vendet të ndryshme, sot paradite kemi Prishtinën, do ta keni city tour, një vizit në për qytet të udhëhequr nga guida profesionale, cilë do t'ju tregojnë për qytetin, pas dite do të shkojmë në Prekaz. Atje do të pritemi edhe nga disa pjesëtarëve të familjes, cilë do të na tregojnë edhe historinë vetë, dhe do të pritemi nga Sala Jashari, njëra prej vajzave të familjes. Nesër do të udhtojmë për Prizren, dhe 2 ditëve do t'jemi në Prizren, dhe definitivisht nuk mund të shkosh në Prizren pa ataku edhe pjesëtarët e grupit të Dokufestit, të festivalit. Organizimeve më të mëdha që ndodh. Edhe që ka sjell shumë individ edhe internacional, po edhe shqiptar të diasporës brenda festivalit. Më pas do të shkojmë në Gjakov. Në Gjakov do të hajmë samuna me sëgjok. Njona edhe ushqimi është pjesë e kësaj përvoje. Pastaj do të kalojmë në Shqipëri nga liçeni i Komanit, kështu që do ta bëjmë udhëtimin me anije për atje në Shkodër. Definitivisht të Shkodra ka një histori të jashtëzakonshme që do të mësojnë të rit. Më pas do të jemi një ditë në Durrës, pastaj do shkojmë në Vlorë, gjithsesi shtëpia e pavarësisë nuk mund të kalohet pa u vizitu nga ky program. Do të jemi në Kruj, në Berat, do të përfundojmë në Tiranë. Dhe brenda gjithë këtyre ditëve, përveç vizitave në qytet, si që përmenda do të ketë edhe punëtori të ndryshme, do të ketë vizita edhe në për kompani, cilat ofrojnë mundësi punësimi për persona të ndryshëm, domethënë që nuk ka rëndësi ku jeton, po ti mundesh me ardhe dhe me punu. Kështu që do të shohin edhe mundësitë cilat janë, përveç që do të njihen më shumë me vendin edhe me historinë e kulturën.
E mira, me mujtë me I këthy. Me mujtë me I këthy. Je paka shumë, e ke dëshirën me u këthy në Kosovë, jo? Unë jem Alis prej Tëtove, edhe ajo shumë mirë me organizatën se sefte kër e pash. Organizatën thash vetëm i afrin ato prej Kosovë, ama jo i afrin shqiptarët për gjithmonë. Edhe jo shumë e mirë, ama kër kum qenë këto në Kosovë, e shofë si a zhvillau shteti, unë kum kanë këto ma në fund para 7 vjetë. Edhe brenda qatë vakët, ndryshu shumë Kosova, ndryshu shumë Prishtina, edhe shumë më pëlqen. Edhe ma mirë, po? Ma mirë, shumë ma mirë. Prishtina është në shier që është të zhvillau shumë, barën shumë, edhe është interesant me pa me insan që jenë në situatën tjeme. Të tjerët qka po thonë? A ka në qenë edhe hirave tjera në Kosovë, tash në Kosovë, në Shqipëri, qësh po ndojnë eksperiencen me ty? E kanë, disët s'kenë kanë asë njerë në Kosovë, disët asë njerë s'kenë kanë në Balkan, disët kanë kanë si cëllin vjetë. Do më thënë, kina pak situatë ndryshe, unë e shembol e kom pat në vendin tem në Tëtovë. Shumicat ato që i marrën pjesë në këtë programin, si fëmijët e diasporës, si cëllin vjetë shkojnë në atë vendin e vjetë ku e kajnë. Do më thënë, nuk e kajnë pa... Edhe ma tejtë. Të gjithësën, si është shqiptarët. Unë, për shembol, s'kam ditë dialektet që i kanë qatë shumë ndryshe, vend në vend. Kum pat probleme I kuptu shembol ato të Malitzi. Merë pës kumbu, shte shok, kumbu për Malitzi, edhe brenda 3 ditë ma merë I kuptoj ato. Tash do të edhe shoqëri e re me kriju, që të pakën edhe në qofë se jeni në një vend tjetër Evropës, mundeni me u taku qofë për mes programeve, qofë atje me lonë me caktu një vend ta kem për juve. Po, për kina një dëshirë me u pa për si cëllin vjetët. Edhe një kretë ina këtone me të njëjtë dëshirë, me mësu ma shumë, edhe dona me bu si plan, me u pa gjdo vjetë këto në Prishtinë. Prent, I ki qka po thonë? Prent jenë shumë krenar, shumë në qef, jenë se shembol, unë ku mësu shumë për historien, baba jeme ka mësu shumë, më din, edhe ato kretë që jenë pjesë në këtë programin, për I din historien Adem Jasharit, historien e Kosovës, historien e Shqipëris, ama prindit nuk kanë pat mundësi me në dhanë kontekst. Ki programin a jep kontekst, në jep mundësi me pa këto vendet, me shiku si jonsh. Unë s'kum kanë shumë vende në Kosovë, edhe me I pa këto vendet që baba jeme ka dëftuar, që gjen, është shumë mirë për mu. Në cilin vend s'ke qenë edhe cilin menzi po e pretë me shku? Shembol në Prizren s'kum kanë, në Tiranë s'kum kanë, këto jenë 2 vendet që s'um prisë me shku. Aty ku ka kulturë edhe gjallëri edhe trashëgimi, po ashtu edhe Prizreni po në anën tjetër edhe Tirana, që ta jep krejt një energji shumë të mirë, përveç edhe pjesës kulturore që ka dha gjallërin vetë si kryet qytet. Uroj që me kalu sa ma mirë edhe me undat knashën edhe me këtë program edhe me ardhë këtu në Kosovë, nuk e në Kosovë. Ku dë në vende ku flitet Shqip, në fakt, edhe nuk e din që se I interesuar me gjithë vendet të punës, apo jo, se nuk nga tregove? Me gjithë vendet të punës? Po, me gjithë ndë një vend të punës, me u këthyja, me ndë njerë? Me jetu? Gjë është shumë interesant në për programin, kum jem njoftuar me disa që janë thkej prapë në Kosovë. Kjo është një fakt që nuk e din shumë prej diasporën, që është e mundshme më thkej prapë në vendin e familjes ku e ki e ranjët. Edhe unë, si shikoj që zhvilluat Kosova, duket shumë ma interesant edhe është një alternativ që I konsideruat. Ajo nuk ka konsiderau ma para, ma shte e konsideruj. Edhe njëna për qëllimeve të programit është kjo forcimi I lidhjes së tyre me vendin. Gjdo ditë ma shumë po e shojmë që kufint më nuk janë problem me I kalu. Edhe teknologjia ka mundësu që ti pavarësisht ku je mundesh me japë kontribut. Po kur ndryshe është kur ti je më I lidhun me vendin dhe pavarësisht ku je apo ku jeton, e ndjen ndryshe përgjegjësinë për me bo diçka për shqiptar, për me bo diçka për vendin tënë. Kështu që kjo është
qëllimi nështë kryesori i programit që pavarësisht ndoshta mujnë më ardhë me jetu disa vjet ose jo, ose me lëviz. Rëndësishme është që ajo ndjenja që largohen prej këtu në fund të programit është ndryshe prej asaj që ka qenë kur kanë ardhur, kur kanë filluar programin. Në fillim e theksova që është ndarë në disa pjesa. Po, është në 3 grupa. Edhe në nëntor, do t'jenë të njëjtat vende, i njëjti itinerar apo ç'është do të shkojnë? Në gusht do t'jetë i njëjti, do t'jetë Kosova dhe Shqipëria, kurse në nëntor do të vazhdojmë nga Tetova. Do të vizitojmë edhe pjesën e Maqedonisë së Veriut. Është hera e parë që po zgjerohemi, ideja është që programi të zgjerohet në të gjitha trevat, po për fillim e kemi Kosovën edhe Shqipërinë, dhe në nëntor do shkojmë atje. Ne paka shumë po i di mendimet e familjarëve edhe të rinjve të cilët tash kanë ardhur në këto vende, ndoshta edhe për herë të parë, po kur pishojnë të tjerët, do thotë në rrugën si qytetare me ju pa në rrugë një grup i të rinjve që ka ardhur prej diasporës, çka po ju thonë? A ju falenderojnë që po i sillni këto? Po, është shumë interesant të gjithë partnerët që i kemi brenda programit dhe që janë të shumt, me zi presin, dhe me thënë që të vinë, edhe të njëjtën kohë shumë letë arrim me e spjegu çka është qëllimi i programit. Dhe me thënë, programi është dizajnu në atë formë që është nevojë e prindërve që e kanë pas, sa rëndësishme është që mitët të në me vazhdu me folë shqip. Në më thënë i shqip brenda grupit që në fillim kanë ato thekse të ndryshme, dialektet të ndryshme dhe kanë pak droj me folë shqipen, po më vonë e shojnë që gjithë ne e folim një shqipe ndryshe, kështu që më rëndësi gjithë po kuptohemi, edhe shumë ma shumë flasin lirshëm ka fundi i programit se sa kur kanë qenë në fillim. Kështu që kjo ka arë si nevoje vetë komunitetit për me sjellë një program të tillë, prandaj edhe jemi shumë të lumtur që po e shohim që po realizohet. Uroj që me ju shku sa ma mirë edhe si vjetë, edhe uroj me ju pastaj edhe në nëntor me këtë pjesën e fundit të programit vitit 2025 në fakt, edhe ju përgëzoj shumë për punën që po e bëni, po ashtu faleminderit që interesoheni edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë edhe nuk na harroni asnjëherë pavarësisht që jetojmë me shumë kilometra larg. Kënaqësi që ju pata në studio.